Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Një shpërthim fati në horizont, këto 6 shenja do jetojnë ditët më të bukura të tetorit. Një shpërthim fati në horizont. Energjitë e universit po lëvizin me një ritëm të jashtëzakonshëm dhe në qiell ka nisur një valë e re dritash, mundësish dhe përmbysjesh pozitive që do të ndihen nga të gjithë, por 6 shenja të veçanta do ta ndjejnë më fort se kurrë. Yjet po hapin një kapitull të ri për tetorin, një periudhë që sjell ndryshim, fat, dashuri dhe lajme të papritura që e kthejnë jetën për mirë. Pas javësh tensioni, lodhje apo pasigurie, qielli më në fund qetësohet dhe hap një dritare të ardhmë, ku gjithçka që ishte ndalur fillon të ecë me një ritëm të mrekullueshëm. Ky shpërthim fati që përmendet nga astrologët vjen si rezultat indikimit të fuqishëm të Jupiterit, planetit të bollëkut, dhe Venusit, planetit të dashurisë dhe harmonisë, të cilët krijojnë një kombinim perfekt për të sjellë gëzim, rritje financiare dhe mundësi të reja. Do ketë fitime të papritura, lajme të mira për punën, oferta që hapin horizonte të reja dhe emocione që rindezin shpirtin. Këto ditë të tetorit do jenë si një frymë e re, si një dhuratë e vonuar që vjen në kohën e duhur. Për shumë njerëz, kjo periudhë do të jetë fillimi i një faze të re suksesi, stabiliteti dhe lumturie, si në dashuri, ashtu edhe në karrierë. Qielli ka zgjedhur 6 shenja që do ndjejnë këtë shpërthim fati në mënyrë të jashtëzakonshme. A je gati të zbulosh nëse je një prej tyre? Sepse ajo që po vjen mund të jetë periudha më e bukur e gjithë tetorit. Dashi. Fati më në fund po kthehet në anën tënde, dashi. Universi po të shpërblen për gjithë durimin, guximin dhe energjinë që ke treguar muajt e fundit. Në këtë periudhë, ndikimi i Jupiterit ndriçon shtëpinë e karrierës dhe të ardhurave, çka do të thotë lajme të mëdha për punën, rritje rroge apo një mundësi të ardhur që ndryshon rrjedhën e jetës. Planetët janë në pozicionin e duhur që çdo ide, çdo nismë apo projekt i yti të marrë jetë dhe sukses. Në dashuri, emocionet forcohen dhe një lidhje që dukej e dobët rifiton zjarrin. Nga ky moment, çdo hap që hedh të çon drejt fitoreve të mëdha. Demi. Për Demin, tetori vjen si një dritë që ndriçon çdo rrugë të errët. Qielli po hap horizonte të reja dhe po të fton të ndjekësh një drejtim të ri profesional ose ekonomik. Një projekt që e ke nisur prej kohësh, ose një ide që e ke lënë në heshtje, tani mund të sjellë fitime të papritura ose një sukses të menjëhershëm. Në aspektin personal, do të ndihesh më i lirë, më i qetë dhe më i sigurt për të ardhmen. Dashuria hyn në një fazë të re stabiliteti, ku komunikimi dhe mirëkuptimi do të jenë çelësi i lumturisë. Parat lëvizin, fati ecën dhe gjithçka merr drejtim pozitiv. Binjakët. Për ty, binjak, ky është momenti ku gjithçka që ke menduar fillon të ndodh realisht. Qielli po të dërgon mundësi të reja që lidhen me komunikimin, idetë dhe rrjetet, dhe ti do dish t'i shfrytëzosh më së miri. Në punë vjen një propozim ose një takim që të hap rrugën drejt suksesit profesional. Në aspektin financiar, rritje të qëndrueshme dhe përmirësim të ndjeshëm në gjysmën e dytë të tetorit. Në dashuri, do ndihesh më i kuptuar dhe më i afërt me partnerin. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndezë flakën e pasionit. Universi po të thotë, tani është momenti të flasësh, të veprosh dhe të ndriçosh. Luani. Luan, shpërthimi i fatit për ty është spektakolar. Energjitë planetare të Venusit dhe Jupiterit bashkohen për të sjellë fitime, lavdi dhe sukses profesional. Gjithçka që lidhet me karrierën, menaxhimin, kreativitetin apo pozicionin tënd publik do të marrë një ngritje të fuqishme. Në punë, dikush vëren vlerat e tua dhe mund të vijë një ofertë që nuk mund ta refuzosh. Në aspektin sentimental, dashuria bëhet më e ngrohtë dhe më e thellë, ndërsa për beqarët, një romancë mund të lindë krejt papritur. Ky është tetori yt i ardhur, periudha ku universi të vesh me dritë dhe sukses. Shigjetari. Fati është në anën tënde, shigjetar. Qielli po të dhuron një energji të fortë rilindjeje, duke të shtyrë të bësh hapin që ke shtyrë prej kohësh. Në punë do kesh lajme të mira për një projekt, rritje të fitimeve apo përparim në një drejtim që e ke ëndërruar. Planetët të japin fuqi për të udhëtuar, për të studiuar ose për të zgjeruar horizontet e tua, dhe çdo lëvizje që bën në këtë periudhë do të shpërblejë. Në dashuri, rikthehet pasioni dhe emocionet e forta.
Tetori të sjell përmbysjen që ke pritur dhe ajo fillon me një lajm të papritur. Peshqit janë në një qiell magjik këtë periudhë. Universi po të mbështet fuqishëm për të mbyllur një cikël të vjetër dhe për të hapur një rrugë të re, plot në mundësi dhe lumturi. Në punë mund të vinë bashkëpunime ose ide që sjellin fitime të mëdha përmes kreativitetit, artit apo intuitës. Në dashuri, ke mundësi për të ndjerë diçka shumë të thellë dhe shpirtërore, që të mbush me paqe dhe emocion. Financat stabilizohen dhe ndihesh më i mbrojtur nga universi. Ky është shpërthimi yt i fatit, një periudhë ku gjithçka vjen natyrshëm dhe me bekimin e yjeve. Këto 6 shenja janë të zgjedhura të Tetorit, për to, çdo ditë e këtij muaji do të ketë një dritë ndryshe, një mundësi të re dhe një arsye për të buzëqeshur. Universi ka hapur dyert dhe ata që besojnë do marrin më shumë se sa kanë ndëruar. Tani që qielli po hap portat e tij, ne mund ta ndjejmë qartë se diçka e madhe po vjen. Universi është në lëvizje dhe çdo yll, çdo planet, çdo frymë energjie po punon në heshtje për të na çuar drejt një faze të re. Këto ditë të Tetorit nuk janë të zakonshme, janë ditë ku fati zgjohet, ku shpirti merr frymë më lehtë dhe ku ëndrat fillojnë të marrin formë. Nëse ndjen se diçka po ndryshon brenda teje, nëse ke pasur shenja të vogla që diçka e mirë po afrohet, atëherë mos dysho, je në rrjedhën e shpërthimit të fatit. Sepse yjet nuk flasin kot. Ato flasin për të kujtuar që çdo pritje, çdo durim, çdo lodhje, çdo përpjekje e jote po shpërblehet. Tetori është muaji i rilindjes, i qetësisë shpirtërore dhe i rritjes materiale. Shumë do të shohin ndryshime të forta, një lajm pune, një mundësi financiare, një dashuri që rikthehet ose një udhëtim që hap rrugë të reja. Këto nuk janë thjesht rastësi, janë bekime që po vinë në kohën e duhur për njerëzit e duhur. Prandaj, mos haro. Çdo mëngjes që zgjohesh, thuaj me besim, fati po afrohet tek unë. Beso në dritën tënde, sepse universi nuk haron askënd që ka luftuar me shpirt të pastër. Shkruaj më poshtë në komente. Cila është shenja jote? A ndjen edhe ti këtë shpërthim fati që po vjen nga qielli? Sepse kur e ndan me fjalë, forca e energjisë dyfishohet dhe ajo që është shkruar për ty, të gjen më shpejt. Faleminderit që ishe me mua edhe sot në këtë udhëtim përmes yjeve dhe dritës. Mos haro të abonohesh në kanal, sepse çdo ditë që kalon sjell një mesazh të ri nga universi, një shenjë, një paralajmërim, një bekim që mund të jetë pikërisht për ty.